Kolonja po fiton gjithnjë e më shumë vëmendjen e turistëve të huaj si një destinacion ideal për turizmin e aventurës dhe ciklizmit. Së fundmi një grup vizitorësh italian kanë zgjedhur të eksplorojnë këtë zonë me bicikleta, duke përshkuar rrugët panoramike dhe peizazhet natyrore që ofron treva e Juglindjes. Turistët shprehen të impresionuar nga natyra, ushqimi tradicional, çmimet e favorshme dhe mikpritja e banorëve vendas. Është hera e parë në Shqipëri, dua të them se gjithçka është fantastike. Njerëzit mikpritës kudo. Është hera e parë, por jo e fundit. Për mua është hera e tretë që vi. Vi sepse këtu është ndryshe nga Italia. Çmimet janë më të ulta, ushqimet më të bollshme, njerëzit më mikpritës, natyra më e bukur. Madje ju na respektoni shumë kur ne ecim me bicikleta. Është hera e katërt në Kolonjë, për herë me bicikletën time. Kam 10 vite që bëj ture të tilla. Jam kthyer se ndihem mirë këtu dhe natyra është e mrekullueshme. Sipas guidës që i shoqëron gjatë turit, një pjesë e grupit e kanë vizituar më herët Shqipërinë dhe kanë zgjedhur të rikthehen për të zbuluar këtë herë jugun e vendit. Për ta, Shqipëria mbetet një vend tërheqës, jo vetëm për bukuritë natyrore, por edhe për respektin që gjejnë në rrugë si ciklist. Ky është një grup që një pjesë e tyre nuk janë për herë të parë në Shqipëri, kanë qenë dhe herë tjera dhe kjo tregon se sa të përmbushur janë dhe se sa i ka pëlqyer eksperienca këtu. Kanë bërë më përpara kanë bërë një tur në një drejtim të kundërt në veri të Shqipërisë, tani po bëjnë një tur për të eksploruar pjesën e jugut të Shqipërisë. Natyra i duket shumë fantastike, njerëzit janë shumë mikpritës, edhe në trafik na mirëpresin, kanë durim me ne sepse sa radhë jemi grup me numër të madh dhe çdo gjë po shkon qetësisht edhe kuptohet që natyra e bukur dhe frymëzuese e bën akoma më të veçantë gjithë eksperiencën. Me natyrën e paprekur, traditën dhe mikpritjen karakteristike, Kolonja po dëshmon se turizmi sportiv dhe ai i gjelbër mund të shndërrohen në një mundësi të rëndësishme zhvillimi për zonën, duke sjellë gjithnjë e më shumë vizitor nga vende të ndryshme të Europës.